Të dashur bashkëdhetar, siç e shikoni, jemi në shkollën publike amerikane këtu në Brooklyn. Ka filluar procesi i regjistrimeve. Këta nxënës që shikoni këtu bashkë me mësueset kanë ardhur dhe sigurisht që kanë ardhur me dëshirë të madhe për të vazhduar shkollën shqipe dhe të mësojnë dhe të flasin bukur shqip këtu në Amerikë. Emrin Leila. Të pëlqen që të mësosh gjuhën shqipe? Po. Përshëndetje të gjithëve, unë jam mësuese Altiona, punoj në shkollën shqipe këtu në Brooklyn. Ju ftoj të gjithë si prindër dhe si mësuese të sillni fëmijët dhe të regjistroni në shkollën shqipe këtu në Brooklyn. Doni të ruani traditat shqiptare, doni që fëmijët tuaj të flasin gjuhën e bukur shqipe. E vetmja rrugë është që t'i sillni ata këtu dhe të regjistroni këtu te shkolla shqipe. Këtu pranë kemi dhe Brian, i cili ka disa vite që vjen pranë shkollës shqipe. Brian, të pëlqen të vish te shkolla shqipe? Po. Dashur bashkëdhetar, këtu pranë kemi mësuese Elizën, e cila është bashkëpunëtorja jonë dhe së shpejti do të hapim klasa dhe në Manhattan në shkollën shqipe, ku vërtet është zemra e New Yorkut dhe është kënaqësi për të gjithë bashkëdhetarët tanë të vinë atje dhe të mësojnë, të sjellin fëmijët për të mësuar gjuhën e bukur shqipe. Ja Liza këtu. Faleminderit Kozeta. Unë jam Liza, jam diplomuar për mësuesi në degën e gjuhës shqipe. Atje në Shqipëri kam punuar për 32 vjet si mësuese dhe drejtuese shkolle. Me iniciativën time dhe mbështetjen maksimale të ekipit drejtues të shkollës, menduam që sikur e tha dhe zonja Kozeta, në zemër të New Yorkut, në Manhattan, të hapim një shkollë shqipe. Është një kënaqësi e veçantë, një eksperiencë shumë e bukur të punosh me ekipin e familjes Zylaj, jo vetëm për ne mësuesit, por për prindërit, për nxënësit dhe për gjithë. Është përbashkët në fakt Liza dhe është bukur që neve marrim këtu disa mësues që kanë pasur përvojë nga Shqipëria dhe e sjellin këtu pranë fëmijëve të prindërve emigrant, të cilët nuk e harrojnë gjuhën e bukur shqipe. Ju falemnderit të dashur bashkëdhetar dhe ju mirpresim të sillni fëmijët tuaj për të mësuar gjuhën tonë shqipe. Emrin ti? Djelza. Djelza, kjo është Djelza. Djelza vazhdimisht ka ardhur, është bashkë me 2 motrat dhe vllajën e saj. Të pëlqen të vish në shkollën shqipe, Djelza? Po. Që të pëlqen që të vish në shkollën shqipe? Unë dua shkollën shqipe. Edhe ne të duam shumë Djelza, sa emër të bukur që ka Djelza. Si e ke emrin ti? Dea. Dea. E do shkollën shqipe ti, Dea? Po. Bravo, Dea. Më quaj Naferdita Kacupaj dhe jam mësuese në shkollën shqipe Alba Life këtu në Brooklyn. Është kënaqësi dhe kënaqëri e madhe për mua që të jem pjesëtare e stafit të shkollës shqipe, sepse është nder të mësosh fëmijët e lindur në diasporë të shkruajnë, të lexojnë dhe të flasin gjuhën tonë të bukur shqipe. Përshëndes fëmijët e shkollës shqipe dhe uroj që të jenë duke kaluar sa më bukur këto ditë të fundit të verës dhe ju uroj suksese në vitin e ri shkollor. Gjithashtu ftoj të gjithë shqiptarët që kanë fëmijë që të sjellin fëmijët e tyre pranë shkollave shqipe në Brooklyn, Staten Island, Manhattan, që të mësojnë
dhe të shkruajnë, të lexojnë dhe të flasin gjuhën tonë të bukur shqipe, por jo vetëm kaq. Shkollat tona marrin pjesë në për koncerte dhe festivale të ndryshme që zhvillohen gjatë vitit, me këngë dhe valle shqipe, duke i perfeksionuar kështu më mirë traditat dhe zakonet shqiptare. Ju mirëpresim në shkollën shqipe.